Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar ka shpallur fajtori Jorgo Goro, ish kryetarin e Bashkisë Imarës, dhe ka dënuar me 2 vite e 20 ditë burg. Gjithashtu Goro, për të cilin SPA kishte kërkuar 3 vite burg, janë konfiskuar 2 pronat që do të kalonin për investime strategjike. Bëhet fjalë për rreth 10.000 metër katror në total në zonën e Dërmiut që kalojnë në favor të shtetit, ndërkohë apartamenti sekuestruar do t'i kthehet shtetasit Gentian Sula. Mësohet se Vezir Gjikoka u dënua me 2 vite burg me gjykim të shkurtuar dhe do të vuajë 1 vit e 4 muaj, ndërsa Jerasimo Basho u dënua me 3 vite, por me gjykim të shkurtuar do të vuajë 2 vite. Prej marsit të vitit kaluar, Goro gjendet në burg, pasi akuzohet nga SPAK në bashkëpunim me vartës dhe zyrtar të kadastrës, nëpërmjet dokumentave të falsifikuara, kanë mundësuar kalimin e sipërfaqeve të konsiderueshme tokë shtet në Imar në favor të privatit, pasuri që aktualisht janë në zotërim të një shoqërie të Artan Gaçit, bashkëshortit të deputetes socialiste Olta Xhaçka, i cili ka fituar statusin e investitorit strategjik. Jorgo Goro akuzohet nga SPAK për shpërdorim të tyre në bashkëpunim, ndërsa bazuar në legjislacionin përkatës në fuqi, analizën edhe thanave të faktit të provuara, dokumentacionin administruar, pyetjet e dëshmitarëve, arrihet në konkluzionin se Jorgo Goro, në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Imarës, në bashkëpunim me shtetasit Bashi dhe Strakosha, kanë kryer veprime mosveprime që përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës të kryera në kundërshtim me ligjin. Pikërisht për këtë çështje është vendosur edhe shpallja e tyre fajtor.